Bullizmi manifestohet në 3 forma kryesore të abuzimit: emocional, verbal dhe fizik. Ky fenomen mund të ndodhë jo vetëm në shkollë, por edhe në punë, në shtëpi, në internet dhe në mjedise të tjera sociale. Psikologja shkollore e ZFA Divjak Elda Sinani ndan disa këshilla mbi mënyrat për të parandaluar bullizmin në shkolla. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dhuna përkufizohet si përdorim i qëllimshëm i forcës ose fuqisë fizike kundër vetes, një individi tjetër, një grupi apo komuniteti që rezulton ose ka një gjasë të madhe të shkaktojë lëndime fizike, dëmtime psikologjike, moszhvillim ose privim. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, psikologja Sinani foli mbi situatën aktuale të bullizmit dhe ndikimin e tij në shoqëri. Rast të parë, dua t'ju bëj një falënderim që jeni sot në shkollën tonë, në Çem Sektor, për këtë intervistë dhe për të shfaqur një problem madhor që është telefoni në ditët e sotme për adoleshentët. Keni shumë të drejtë me pyetjen që më drejtuat, që smartphonat dhe telefonat po bëhen një gangrem për adoleshencën e sotshme. Kemi pasur raste që dhe prindrit janë shumë të shqetësuar për fëmijët e tyre që gjatë gjithë kohës rrinë në telefon në dorë. Nuk jam kundra që një fëmijë të ketë një telefon, por gjithmonë të kontrolluar nga prindrit e tyre. Duhet të dim diçka dhe kam një mesazh dhe për prindrit që duhet të kenë një bashkëpunim shumë të mirë me fëmijët e tyre dhe t'i nxisin dhe t'i japin një mësim dhe të kontrollojnë oraret që ata përdorin. Sepse nga një telefon i varur, një fëmijë i varur nga telefoni i përditshëm në duart e tyre, ne na shfaqim një pasiguri të madhe, qoftë edhe nga ana psikologjike dhe nëpërmjet telefonave ne kemi pasur raste të bullizimit, sepse fëmijët flasin në mënyrë në rrjete sociale dhe me njerëz të panjohur. Të gjithë stafi jonë në bashkëpunim me prindrit, me mësueset dhe me psikologët e gjithë ZFA-s Divjak, ne kemi bërë një unanimitet që të forcojmë fëmijët tanë dhe të largojmë sa më shumë nga telefonat. Ju me të drejtë do më pyesni si mund t'i largojmë ne fëmijët nga telefonat. Kjo është një çështje shumë e vështirë në ditët e sotshme. Dhe do të dalim tek gjëja e tjetër. Ne fëmijët nga telefoni mund t'i largojmë duke angazhuar në aktivitete sociale që neve diçka këtu në shkollën tonë ja zhvillojmë dhe mbasdite. Ne kemi aktivitetet sportive që janë një gjë shumë e mirë për adoleshencën e sotshme dhe unë dua që këto aktivitete të jenë në rritje e sipër për t'i shkëputur nga jeta virtuale të përditshme. Sepse nëpërmjet jetës virtuale dhe nëpërmjet komunikimit nëpër smartphone, ne kemi pasur raste të vajzave që janë bullizuar dhe janë folur fjalë të pahishme, pa e ditur me personin që kanë në krahun tjetër. Unë dua t'i bëj një thirrje të gjithë prindërve, nënave, mësuesve, të jenë më të vigjilent që të shikojnë këta fëmijë, se ata janë të parët që prekin dhe shikojnë situatën dhe të referojnë në rastet dhe mos t'i mbajnë të mbyllura nëpër klasa. Psikologët, të gjithë ne jemi të gatshëm për çdo problem dhe kemi derën të hapur për të mbrojtur dhe për të parë mirëqenien e fëmijës që është siguria e parë për çdo fëmijë. Për mua si psikologe shkolle është shumë e rëndësishme ana psikologjike dhe mendore e fëmijës. Nga momenti që fëmia nuk është i qetë, është mësuesja i pari që ma shikon në klasë veprimet që fëmia bën. Ju lutem shumë dhe të prindërve, i kam një mesazh shumë të rëndësishëm, se bashkëpunimi jon kryesor duhet jetë me këta prindër që fëmia e tyre të jetë sa më i sigurt në lundrimin në internet dhe në rrjetet sociale. Një varësi shumë e madhe nga anketimet që ne kemi bërë janë rrjetet sociale si TikToku, Instagrami, Snapchati, janë rrjete që mund të sjellin një problem shumë madhor dhe serioz në të ardhmen. Unë nuk di të them se sa kohë një fëmijë mbasdite në internet dhe sa kohë lundron nëpërmjet rrjeteve sociale që nuk janë të etikshme për një fëmijë adoleshent. Adoleshenca është kthyer në një sfidë për prindrit, për mësuesit dhe për gjithë ne bashku. Por ju lutem shumë, fëmijët ne duhet t'i shikojmë si të ardhmen tonë dhe t'i shikojmë sa më të qetë dhe sa më të lumtur. Duhet t'i themi stop kur ata duhet të stopohen dhe duhet t'i themi një mesazh dhe t'i mbajmë sa më pranë për mirëqenien e tyre sociale dhe psikologjike. Faleminderit. Faleminderit juve.